Tash nëse e shohim ne betejën që e ka zhvillu komuna e Prishtinë, qeveria e Kosovës me kryetarin e komunës Prishtinës, ne se di pse kanë zgjedhur këtë betejë. Pse ju ka duk që duhet qeveria e Kosovës me hyn betejë me individin që quhet Përparim Rama e që është kryetari i komunës Prishtinës. Pse? Pa me Agim Veliun s'ka mujt. Po s'pe kuptoj pse. Po sove që ka del ndryshe. Po ka del kapuç me mong. Po ka del kapuç me mong. Pse? Sepse për mendimin tem, në betejën që e ka zhvillu, nuk ka arrit me mujt Përparim Ramën. Përkundrazi, o ka e marron një lider. O ka e marron një lider. Pse lëvizja vetëvendosje po e marron liderin Përparim Rama? Që ato në e kom pikpytje ermal. Se nëse ne e shohëm, çka do që i ka ndodhur lëvizjet vetëvendosje në Prishtinë? Pe që ja ka nis beteja, pe mandatit fundit është kurrje. Kurrje. Shkurje dhe të kurrje serioze. Do më që ka ndodhur lëvizjet vetëvendosje. Për herë por Partia Demokratike e Kosovës. Del përpara. Del përpara. Pra, i ka ndodhur të kurrje. E ka humbur Prishtinën në kuptimin e asamblesë, kuptimin e përfaqësimit politik në qytetin e Prishtinës. Dhe unë po mendoj që kjo betejë dhe Përparim Ramës dhe së s'ka qenë e suksesshme. Me i rënë bëhet fakti që në kohën e PZK-s i ndodh kjo. Mëre, PZK-ja, Ermal tash tje ka folë për interesa që mund me pas, edhe partitë politike, edhe për interesa që mund me pas, edhe individ kuadër partive politike, nuk janë imun plot aty, nuk janë imun plot dhe nga gjitha partitë, unë s'po flas ato, po flas për këtë betejën politike dhe rezultatit që u dhon deri sot. Sot e tutje mundet me kon ndryshe. Mundet me qenë ndryshe. Po kjo komuna e ka kallzu neve zgjedhjet nacionale. Deri më sot, beteja me Përparim Ramën ja ka humbur Prishtinën, ja i ka qenë në vendin e tretë në komunën e Prishtinës, si parti politike, si dhe e ka ndërtu potencialisht jënë të ndihmu ndërtimin e një lideri i cili ka me rreziku ata në aspektin nacional. Absolutisht, ka me i rreziku. Ramaboja po kesh. Ka me i rreziku, si me thonë, që mundet me ju konkuru. A i muna, si muna që është e tjetër. Nuk e di. Ndoshta nuk bëhet i derky. Bëhet ki dhe si jap shansë kërkush. Këto janë gjëra hipotetike. Mirë, po sot që po qa po shihen. Ti dëgjon Dardangashin për shembull. Dardangashi thotë, i vetmi lider opozitor që po e lufton, i vetmi person që po lufton aktivisht qeverin Kurti, është një kryetari i komunës Prishtinës, që po dalën demonstrata kundër saj. Pra tash pse kanë prodhu këta Përparim Ramën, ose a kanë menu këta që nuk e prodhojnë, po e shkatrojnë, nëse kanë menu që e shkatrojnë dhe nuk e prodhojnë, kanë gabu. A nëse për këta menojnë që ma mirë është me pas kundër rival, zoti rival Përparim Ramën, se sa me pas Abdigjikun a dikon tjetër, në aspekt afatgjat për flasë, nuk për flasë për këtë zgjedhje, është çështje tjetër. Po për mendimin tim, që të betejë, nëse edhe këtë betejën, me opinionin publik, se kush ka drejt fare s'ka rëndësi. Kush mendon opinioni publik që ka drejt, është çfarë që ka me të provota. Ka rëndësi kjo punë, po kjo ka rëndësi maksimum për studio filozofive ose studio televizive ose me bote aty në Ramaboj në studim për në defaqen tonë geopolitikës. Me po me thonë kush ka drejt, kush ka drejt, te kallëzojmë. Mirë po kush mendon populli që ka me përparimin smirëm se i vogël përparimin. E di. Po do me thonë, nuk ka rëndësi, nuk tashta me të nënçmu. Pra, çfarë po e shohne, ç't betejë nuk mundet me fitu Hekuran Murati. Nuk këtë betej me Përparim Ramën o ka e zhvillon, nuk po e zhvillon Albin Kurti vetë, po e ka qitë Hekuran Murati. Më falni, Hekuran Murati se fiton. Nuk e fiton asgjë sa asmani cila po gënjen dhe po e bën fushatën e vëllës. Po e thëm edhe një herë, po gënjen. Në kohën e qeverisë Hoti kemi pas një qeveri dhe një kuvend i cili u kon i mandatum dhe i cili u kon jasë kohë dhe e ka votu një buxhet kuvendi nga një qeveri që u propozu. Kjo është këtë kuvend tjetër. Kjo është një kuvend tjetër, to gjithë e dim. Nuk kemi të bëjmë me rrethonat njëjta, zero. Dhe nuk ka